Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serin ton mbi 40 hadithet e Imam Nawaviut, Allahu e mëshiroft, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadith që shpresojmë të ketë ndikim pozitiv në jetën tonë. Nga Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu transmetohet se profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: mirësia është morali i mirë, ndërsa e keqja është ajo që të shqetëson në shpirtin tënd dhe nuk dëshiron që ta dinë dhe ta shohin njerëzit. Ndërsa nga Wabisa ibn Ma'bad radiyallahu anhu transmetohet se ka thënë: shkova tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ai më tha: ki ardhur të më pyesësh se ç'është mirësia? I thash po. Pejgamberi më tha: pyet e zemrën tënde edhe në qoftë se njerëzit të thonë dhe të përgjigjen ndryshe. Mirësia është ajo me çfarë të kënaqet shpirti dhe zemra, ndërsa gjunahu është ajo çfarë ta shqetëson shpirtin dhe të lëkundet të luhatet në kraharorin tënd. Me të drejtë mund pyesim se cilat janë mesazhet e këtyre dy transmetimeve, këtyre dy haditheve të profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në hadithet tona përkufizohen dy koncepte të kundërta, mirësia dhe e keqja, që në arabisht shprehen me termat birrun dhe ithmun. Fjala e parë, birrun, në gjuhën arabe nënkupton çdo vepër të mirë, çdo virtyt pozitiv, ndërsa në gjuhën tonë kjo fjalë mund të përkthehet si mirësi, bamirësi, nderim, dashamirësi, bujari, devocion dhe dëgjueshmëri. Ndërsa fjala e dytë, ithmun, antonimi i të parës, përfshin çdo vepër të keqe dhe çdo ves negativ. Në gjuhën tonë mund përkthehet si gjuna, krim, faj, gabim, lajthitje dhe prapësirë. Këto dy terma janë përmendur në Kur'anin famlart. Si për shembull, në surën Maide, në ajetin e 2, Allahu Azza wa Jall urdhëron dhe thotë: ndihmojeni njëri tjetrin në birrun, që do thotë ndihmojeni njëri tjetrin në punë të mira dhe në të ruajturit nga të këqijat, dhe jo në ithmun, pra jo në gjunahe, mos e ndihmoni njëri tjetrin në gjunahe dhe në armiqësi. Një shembull tjetër, nga surja El-Bakara, ajeti 177 i surës El-Bakara, Allahu subhanahu wa ta'ala thot: mirësia, birrun, mirësia nuk është të kthyerit e fytyrës suaj nga lindja dhe perëndimi, por mirësi është të besosh Allahun, ditën e gjykimit, engjëjt, librin e Allahut dhe në profetet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirësi është që t'i japësh me vullnet nga pasuria për të afërmit, për jetimet, për të varfrit, për udhëtarët e mbetur rrugës, për lypsit dhe për lirimin e të robëruarve. Mirësi është që të falësh namazin dhe të japësh zakatin. Mirësi është që të plotësosh premtimet kur i merr ata përsipër. Mirësi është që të durosh në kohë skamjeje, sëmundjeje dhe lufte. Këto janë besimtarët e vërtet dhe këto janë ata që e kanë frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra në këto dy fragmente kuranore, Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përmendur termin ithmun dhe birrun. Në hadithin ton, profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka përkufizuar mirësinë tek morali i mirë. Sikur ka dashur të thotë se
ai ka e veprave të mira, është morali i mirë. Këtë metodë për kufizimi, profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka përdorur edhe për koncepte të tjera. Për shembull, profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë haxhi është Arafat. Por në realitet haxhi është diçka shumë më i gjerë se sa Arafati. Haxhi është edhe tawafi rreth Ka'bes. Haxhi është edhe ecja mes dy kodrave Safa edhe Merwa. Haxhi është edhe të qëndruarit në Muzdelife. Haxhi është edhe të qëndruarit në Mina. Haxhi është edhe ihram. Pra haxhi është më i gjerë se sa Arafati. Atëherë cili është qëllimi i përkufizimit të haxhit në Arafat, sikur profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka pasur për qëllim që të thotë se ai ka e ritualeve të haxhit, shtylla kryesore e haxhit është qëndrimi në Arafat, sepse Allahu Azza wa Jall fal shumë në atë vend dhe krenohet me mysafirët e tij haxhiler para melajkeve. Le të sjellim një shembull tjetër. Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, feja është këshill, feja është sinqeritet. Në realitet feja është shumë më e gjerë se sa këshilla dhe sinqeriteti. Atëherë cili është qëllimi i pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam në këtë përkufizim? Sikur ka dashur të thotë se ai ka emisionit të fesë, është dashamirësia ndaj tjetrit dhe të qenet i sinqert me tjerët. Çfarë duhet kemi parasysh tek çështja e moralit? Tek përcaktimi i moralit dhe i vlerave, ne si musliman jemi kundër rrjedhës së shoqërisë së re, shoqërinë të cilën imoraliteti dhe homoseksualiteti nuk konsiderohen turp moral. Për ne si besimtar musliman, moral janë vlerat kuranore dhe profetike. Vlerat njerëzore dhe morale ndërtohen dhe zhvillohen në një shoqëri atëherë kur themeli i saj është familja dhe edukatore e secilës është nëna. Atëherë kur nëna harxhon fuqinë e saj në zhvillimin e njerëzores dhe jo në prodhimin e shtazores. Atëherë kur misioni i femrës është që të jetë nën dhe jo kur profesioni i saj të jetë objekt provokacioni. Mendoni pak për emisionet komerciale që shfaqen në ekranet tona. Ndërta s'ka vlera, por degenerim. Ata njerëz që dalin aty nuk janë vipa, por janë njerëz të varfër në shpirt dhe të dështuar shpirtërisht. Çfarë mesazhi i përcillet të rinisë ose shoqërisë nëpërmjet këtyre emisioneve komerciale? Mesazhi i dembelizmit? Në mesazhi i vëzhgimit dhe angazhimit me jetën e të tjerëve? Mesazhi i harresës së prioriteteve në përditshmërinë tonë? Mesazhi i banalitetit? Këto janë emisione që i vlen ndonjë sociologu për laborator, ama nuk janë emisione ndërtuese. Morali i mirë për ne si besimtar musliman shtrihet në raportet tona me krijuesin, me Allahun subhanahu wa taala, por edhe me njerëzit, me krijesat. Prej shprehjeve të edukatës paramallështisë së Allahut subhanahu wa taala mund të përmendim të qëndruarit në këmbë gjatë namazit me duart e lidhura, dora e djathtë mbi dorën e majt, si dhe hedhja e vështrimit mbi tokë dhe ndalimi i ngritjes së shikimit ka qielli gjatë namazit. Ky qëndrim në këtë pozicion është shprehje e edukatës son para Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu, edhe të veshurit bukur në namaz është shenjë treguese e edukatës tonë para Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu, të treguarit i durueshëm ndaj sprovave të jetës, ndaj kaderit Allahut azza wa jall dhe të menduarit mirë për Allahun subhanahu wa taala është shenjë treguese e moralit ton, e edukatës son me Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu, shembull tjetër, të shoqëruarit e emrit të Allahut azza wa jall sa herë që e shkruajmë ose e përmendim
me një fjalë madhëruese, si për shembull Allahu i lartësuar, Allahu i madhëruar, ose në gjuhën arabe mund të themi Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu azza wa jalla, Allahu jalla sha'nuhu, Allahu jalla jalaluhu, dhe fjalë të ngjashme. Të gjithë këto fjalë shoqëruese të emrit të Allahut shprehin një farë respekti, një farë madhërimi, një farë edukate për Allahun subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, edhe të qenet falendërues dhe mirënjohes ndaj mirësive të Allahut subhanahu wa ta'ala, si dhe përdorimi apo shfrytëzimi i këtyre mirësive për dobi vetjake ose kolektive është një shenjë treguese e edukatës sonë me Allahun subhanahu wa ta'ala. Edukata ndaj Allahut azza wa jall vjen e shprehur edhe në formën e ndalimit nga disa veprime. Për shembull, të qëndruarit në namaz me duart në bel gjatë namazit është një veprim i ndaluar në shenjë respekti ndaj urdhrit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Ose, shembull tjetër, të ndaluarit nga kryerja e nevojave fiziologjike në drejtim të Qabes është shprehje e respektit ndaj shtëpisë së Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, shembull tjetër, të treguarit kujdes për një letër ku është shkruar emri i Allahut subhanahu wa ta'ala, apo gjenden fragmente kuranore në atë letër, edhe ky kujdes që tregojmë ne dëshmon gjithashtu respekt ndaj shejtërisë së Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë letër nuk e gjuajmë në kusht të mbeturinave, nuk e shkelim me këmbë dhe nuk e përdhosim, por ajo mund të digjet. Ndërsa morali ose edukata dhe mirësjellja me njerëzit nënkupton mënyrën e sjelljes me respekt, me edukat dhe konsiderat ndaj të tjerëve. Pra, aftësia për të komunikuar dhe për të vepruar në mënyrë të qytetëruar, pa ofenduar dhe pa lënduar dikë. Atëherë kur tregon respekt, atëherë kur tregon ose kur përdor një fjalë të sjellshme, kur mban një qëndrim të qetë dhe të durueshëm dhe përpiqesh të kuptosh ndjenjat e tjetrit. Nga hadithet tona mund kuptojmë se Allahu subhanahu wa ta'ala mund themi ka instaluar sensor tek secili nga ne për virtytet dhe gjunahet. Besimtarin, siç e gëzon puna mirë, ashtu dhe e trazon dhe nuk ndihet i qetë ndërkohë që bën gjuna. Gjunahu është barë e rëndë për shpirtin e besimtarit. Gjunahu i shkakton besimtarit turbollim, shqetësim dhe trazim të brendshëm. Kushdo që bën diçka që nuk dëshiron ta shohin të tjerët, tregon se ai po bën gabim. Pasi besimtari natyrshëm pëlqen që të tjerët ta shohin gjithnjë në punë të mira. Në këto dy pika të fundit, flitet për individin me besim të shëndosht, me zemër të gjallë, me iman dhe me devocion. Ndërsa ai person që e ka zemrën e robëruar dhe të sëmur me epshe dhe dyshime, gjunahet i janë bërë aq normale sa që nuk i bën përshtypje pa tërpësia, madje edhe mund të krenohet me të. Gjithashtu këtu nuk hyn edhe njeriu që vuan nga vezveset e që çdo gjë mund t'i duket e dyshimt. Muslimani duhet t'i pyes njerëzit e ditur për çështjet e panjohura prej tij. Dhe nëse përgjigjet e dietarëve janë në kundërthënie, ose përgjigja nuk zën vend në zemrën e besimtarit, atëherë zemra le të jetë matësi dhe peshorja e këtyre opinioneve fetare. Por pyetja e zemrës kryhet atëherë kur nuk ka tekst kuranor ose profetik të drejt për drejt lidhur me çështjen. Ndërsa kur ekziston një tekst i tillë, mendja dhe zemra e besimtarit i nënshtrohet argumentit fetar pa alternativë tjetër. Duhet kemi parasysh se ne kemi fetfa, por kemi edhe takua. Egoja pason fetfan, ndërsa zemra
pason takuan. Zemra vlerësuese e situatës është ajo zemër e pastër dhe e sinqertë që e ka frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. Në transmetimin e përmendur nga Wabisa, profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam e lajmëroi këtë sahab para se ai të fliste. Me të drejtë lind pyetja: ku e dinte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çdo e pyeste sahabiu? Ndoshta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i informuar paraprakisht nga shpadhja hyjnore për qëllimin e sahabiut. Ndoshta ky sahab e ka diskutuar me sahabët e tjerë këtë çështje dhe lajmi kishte mbërritur tek pejgamberi jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam para se të vinte sahabiu dhe ta pyeste vet ai. Ndoshta shkallëtësia ose mprehtësia e pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, intuita besimore e pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam mund t'ja ketë mundësuar ta kuptoj pyetjen në fjalë. Kjo gjendje e fundit, që mund të përkthehet shkallëtësi, mprehtësi, intuit, në terminologjinë fetare islame njihet si firase. Firase, që do thot aftësia e njeriut, intuita e tij për ta kuptuar gjendjen e tjetrit. Duke shpresuar që të takohemi javën që vjen me hadithin vijues, po e lë në amanetin e Allahut subhanahu wa ta'ala fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurin tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja. Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.